Në dalje nga Spaku zbatoi masën detyrim paraqitjes Sali Berisha e vuri theksin te dosja Veliaj. Përgjimet e reja ambientale në Qeliu paraqitën nga prokuroria për të mbështetur masën e arrestit me burg ndaj kryebashkiakut, por kreu i PD-s shprehet se ka qenë ministri i drejtësisë ai që vuri përgjuesit. Uluziu edhe ai ka luajtur rolin e tij dhe ka urdhëruar vendosjen e çimkave në të gjitha mjediset. Edhe pse tha se nuk po merr në mbrojtje Veliajn, pretendon se përgjimet u bën pa vendim gjykate, ndërsa bëri dhe krahasimin e sjelljes së avokatit me rastin e Sajmir Tahirit. Mos bëj unë tani avokatin, t'ja lam Maksaxhis, t'ja çoj ato cigare, mos i zë vendin e tij. Sipas Berishës, Veliajt i është dërguar edhe ndërmjetësues në Qeli. Një natë i shkoi dhe poja atij. Dhe ja vuri ca kushte. Xhevdet Troplini, kush është poja? është pronari, është zotruesi absolut i portit Durrësit. Sa i përket presionit mediatik ndaj prokurorit, Berisha thot se Veliaj ka kërkuar që asnjë lajm të mos kalonte pa e parë redaktori, por ky i fundit, sipas kryedemokratit, është kryeministri. Tani do thoni ju cili ishte redaktori. Redaktori ishte Edi Rama. Përgjimet të reja nga dosja Toyota Yaris solli edhe ndaj Tauland Ballës. Tauland Begojaris. Në janar të vitit 2021, Sueli, kapoja i bandës Elbasanit, është në diskutim me pinin D787 BO. Në zbatimin e masës detyrim paraqitje, Berisha tha se la dhe një shënim ku thot se amnistimi i krimeve zgjedhore prej SPAK është krimi më i madh.